Tjetër është gjua e bardhë, që është kronike. Shpesh njerëzit e lidhin vetëm me kanditën, por nuk tregon kjo. Shpesh tregon disepsi kronike që ne kemi, problem të çekulibrit nxor, tregon nga ana tjetër probleme mëlçin, problem toksina të larta që ne kemi marrë. Shpesh tregon dhe dehidratim, tregon diabet, tregon imunitet të dobët. Nuk mund të ketë njëri imunitet lart, po të ketë gjuhë të bardhë. Kjo është baza që i lidh, pastaj fillojnë tjerat. Pra, ata që kanë shumë të kuqe? Ata që kanë të kuqe kanë tjetrin, do t'i them nëse munde, po të them këtë se do të kam hall mos e ngatroj. Pra, imuniteti është baza. Mund të jetë diabeti, mund të jetë dehidratimi, pra ti nuk konsumon shumë ujë, mund të jenë toksinat, mund të jetë kandita, mund të jetë edhe refluksi acid, mund të jenë dhe problemet e zorës, por shqetësimet janë këto dhe ne duhet marrëmi. Probabilisht mund të jetë kandita sepse ajo ka rasti më të madh, por nuk është gjithmonë e thënë. Tjetër, kemi shpesh shikoj nga njerëzit që thonë kemi kruar i pa shkak, në çdo moment kruhet dhe ai nuk e kupton pse kruhet. Ri dhe kruhet. I kruhet koka, mbrapa qafës zakonisht, pjesa e krave që i kruhet, apo pjesa e këmbëve poshtë. Kjo tregon e para mund të jetë ankth, një ankth i rritur dhe i lartë, po nga ana tjetër mund të jetë bllokimi i tëmthit dhe probleme me mëlçin. Mund të kemi problem të alergjenëve të fshet nga ushqimi që ne konsumojmë, ose kemi një ngarkesë të lartë të toksinave. Por mund të jetë edhe mungesë hekuri. Sidomos nëse ne kemi për ta pasur në shtuta, natën dhe pas kuqe, atëherë mund të tregojmë probleme hepatike, pra probleme që vijnë nga tëmthi dhe nga mëlçia. Më thatë për atë gjuhën e kuqe që kemi, po. Në përgjithësi vjen nga mungesa e vitaminës B12, në përgjithësi, por vjen dhe nga kandita. Por kombinimi i vitaminës B12 dhe acidit folik, pra vitaminës B9, janë kryesore, mundet të jetë anemia, mundet të jetë sindroma Sjorgen. Por mundet të jetë kryesisht dhe vitamina B3. Qartë. Mundet të kemi edhe nga gastriti.